Syri Televizion. Jemi live në Syri Televizion, dihet për ndërprerjen, vetëm një koment për kuvendin e ditës së sotme. Çfarë është ai për Partinë Demokratike dhe çfarë pritet të sjellë në vijim? Po është një kongres, një kuvend i rëndësishëm në linjat politike të vendit, në zhvillimet e këtij vendi i cili kërkon një ballafaqim të fortë me këtë regjim, që po e çon gjithmonë keq e mos keq. Pra është një kuvend i cili do të japi zhvillimet politike në tërësi dhe do të bëjë të mundur të përcaktohen ato linja të cilat të duhen, janë të domosdoshme në këto momente për kthesën e madhe që ka nevojë Shqipëria. Është një moment rritje e Partisë Demokratike, konsolidimi i Partisë Demokratike, zgjerimi i Partisë Demokratike, një moment konsolidimi edhe të linja e saj politike, që unë besoj janë linjat e integrimit evropian, luftës kundër korrupsionit, krimit, ballafaqimit me shkeljet e drejtave, të lirive themelore, me vijat dhe linjat e forta të konservatorizmit që ka nevojë Shqipëria. Ju shikoni ç'po ndodh këto ditë me kërkesën për të ndërsuar themelit e shoqërisë, të familjes, së njeriu, të gjinisë. Pra është një kongres i rëndësishëm në momente kruciale për vendin tonë. Faleminderit juve. Ishte ky edhe një koment i deputetit të Partisë Demokratike